Zoti Selami a ka pasur marrëveshje politike për numrat, për shifrat, sepse në popull besoj e dini perceptimin. Këto janë shifrat të tavolinës politike, në stilin janë marrë vesh Zoran Zaevi dhe Ali Ahmeti, paka shumë shkon në këtë mënyrë muhabeti. Ahmeti ka thënë 40%, Zaevi ka thënë shko më poshtë se nalë tje dhe duke zgjatur dorën e kanë prerë numrin e shqiptarëve jo rezident në 29.52% dhe numrin e shqiptarëve rezident në 24.30%. Për fat keq përmenda dhe në pjesën hyrëse, do thënë kur flitet për statistika, si gjithmonë, ka qenë praktik e cila ka sjell shumë dëm procesit të sidomos të regjistrimit dhe mandej të gjithë statistikave, ku politika me intens, siç e duan politikanët dhe politika vet, përzihet në çdo proces, gjithandej, do të thonë në gjitha fushat, në shkencë, në arsim, kështu është futur edhe në statistik. Mirë, por kur them është futur në statistik, jo në procesin e regjistrimit, jo në procesin e statistikës prodhimit numrave, por intenca ka qenë gjithmonë të bëhet presion, gjithmonë të bëhet shtypje, në mënyrë që regjistrimet o mos kur e pan se shkon regjistrimi mirë, bëhet shtypjet mos ketë sukses regjistrimi, të prishet regjistrimi e kështu me radhë. Ne kishim edhe parti politike, siç ishte Levica e djathta, Majta. Mandej e djathta Maqedona, se ishte atëherë opozit VMRO DPMNE, dhe ajo ishte pjesë e obstruksioneve të ndryshme të procesit të regjistrimit, sepse shihte se gjatë vetë regjistrimit të diasporës, por edhe të regjistrimit të Maqedoni, shihte se punët shkonin me rregull dhe dini si është ajo popullore që thot ai që ka mizën në kapuç, gjithmonë e kruan kryt. Në këtë drejtim, do të thonë, kur ju e dini se gjithmonë para kësaj i keni bërë regjistrimet me shere të ndryshme, duke dëmtuar numrin e shqiptarëve dhe keni pa se kështu sikur që shkon procesi do të tregohet numri real i shqiptarëve në regjistrim në teren, atëherë fillon të luftojnë punën e enti shtetëror për statistika dhe vetë procesit për regjistrim, në mënyrë që ta obstruojnë. Ne në enti shtetëror për statistika nuk e lejuam një gjë të tillë dhe e nxorëm në pa fotografin ashtu sikur që është. Do të thënë nuk ka pasur mundësi shifrat të ndryshojnë. Pse nuk ka pasur mundësi shifrat të ndryshojnë? Për një arsye të vetme se regjistrimi është bërë në mënyrë të kombinuar, do të thonë në mënyrë elektronike. Në momentin ju që e keni futur të dhënat në laptop, në kompjuter, me automatizëm në kohë reale, aty për aty do të thonë janë lidhur me qendrën ku ishim ne, në Enti Shtetëror për Statistika. Dhe do të thënë shifrat e tilla, do të thënë që kur hinin lënin një gjurmë e cila çdo intervenim në atë proces ka mund të regjistrohet dhe prandaj mbartet përgjegjësi penale për një intervenim të tillë.